s'ka rëndësi është koha me diell, me shi apo borë, faktori mbrojtës duhet përdorur gjatë tërë vitit dhe rëndësi të veçantë duhet kushtuar riaplikimit të faktorit mbrojtës çdo 2 deri në 3 orë gjatë ditës. Faktori mbrojtës realisht nuk ka moshë të caktuar, ne duhet filluar qysh nga fëmijët e vegjël, të cilët kanë një lëkurë senzitive, domethënë përveç që na mbron lëkurën të mos jetë dehidruar, të mos shfaqen njollat kafe hiperpigmentimet, na mbron nga plakja, është krema më e mirë kundër plakjes, është faktori mbrojtës. Një më zonet për cilin e për rrjetet sociale edhe vazhdimisht i këshyri këshillat e tua që ti i postan. A unë është më tregu se sa është niveli vëdësimit të njerëzit të cilët kujdesen për lëkurën e fytyrës gjatë verës? Realisht kemi vëdësimin njerëzve për kujdesin e lëkurës tani është duke u rritur. Kjo është një gjë shumë e mirë, pasi që lëkura është organi më i madh në trupin e njerëzit dhe duhet kushtuar një rëndësi shumë të madhe, sidomos trajtimi dhe mirëmbajtje të lëkurës. Gjatë verës është e rëndësishme me përdorë SPF apo? A më shumë tregu pak a shumë rreth SPF-ave? Jo vetëm gjatë verës, realisht SPF-i, faktori mbrojtës, duhet përdorur gjatë tërë vitit. S'ka rëndësi është koha me diell, me shi apo borë, faktori mbrojtës duhet përdorur gjatë tërë vitit dhe rëndësi të veçantë duhet kushtuar riaplikimit të faktorit mbrojtës çdo 2 deri në 3 orë gjatë ditës. A më shumë tregu pak a shumë se pse duhet me përdorë SPF-in? Patjetër, për shkak se rrezet e diellit, përveç që depërtojnë shtresën, rrezet e diellit UVA dhe UVB, domethënë ne duhet ta mbrojmë lëkurën nga efektet anësore që mund të kenë këto rrezet e diellit, përveç gjërave të mira të cilat na ndihmojnë në disponim këto mund të na sjellin në sëmundje të ndryshme të lëkurës, atëherë patjetër që duhet përdorur faktorin mbrojtës. A më shumë tregu prej cilës moshët me fillu me përdorë faktorin mbrojtës? Faktori mbrojtës realisht nuk ka moshë të caktuar. Ne duhet filluar qysh nga fëmijët e vegjël, të cilët kanë një lëkurë senzitive, duhet aplikuar nanat kur dalin park, kur shkojnë pushime. Kujdes të veçantë duhet kushtuar fëmijëve. Patjetër që duhet bërë lyrja e fëmijëve me krema me faktor mbrojtës, të rinjët, të gjithë duhet përdorur, pa dallim moshe dhe gjinie, të gjithë duhet përdorur kremen me faktor mbrojtës. Përveç mbrojtjes kundër rrudhave, kundër njollave zezat në lëkurë, çfarë sanë tjera pozitive më në përcjell përdorimi i faktorit mbrojtës është një nga produktet kryesore anti-age, domethënë përveç që na mbron lëkurën të mos jetë dehidruar, të mos shfaqen njollat kafe hiperpigmentimet, na mbron nga plakja, është krema më e mirë kundër plakjes, është faktori mbrojtës. A më shumë tregu qysh e kishe rekomandu me përdor këtë kremë SPF, çfarë do lloj kreme që na përdorim? Në farmacin tonë kemi shumë kërkesa, pasi që rëndësi të veçantë i kushtojmë krema me faktor mbrojtës, kemi shumë kërkesa. Mandej klienti vjen në farmacin, bashkëpunim me neve, gjatë një bisede duke u bazuar në moshën e pacientit, duke bazuar në se sa të ndihshme ka pacienti lëkurën, apo cila është ajo që dëshiron të trajton tek lëkura. Nëse pacientët kanë tendenca për njolla kafe, atëherë kemi SPF të cilët janë enkas për fytyra të ndihshme ndaj pigmenteve, kështu që ne gjatë bisedës me klientin tonë ne gjithmonë rekomandojmë të duhurin pacientit. Unë e di që ka krem SPF me 50 faktorë dhe me 30 faktorë. Qysh na me di cilën krem do të me përdorë, cila na shkon neve ose për shkak? Realisht mbrojtja SPF 30, SPF 50 është një diferencë vogël ndaj mbrojtjes nga rrezet e diellit, kështu që gjatë verës patjetër unë si farmaciste gjithmonë e rekomandoj përdorimin e faktorit mbrojtës 50, ndërsa gjatë dimrit mundemi me përdor edhe 30, pasi që ka një diferencë shumë të vogël në mbrojtje ndaj lëkurës. A më shumë tregu na efekt anësor që ndoshta krema mundet me pas në lëkurë? A ka ndonjë pjesë më e ndihshme lëkurës? Nëse tipi lëkurës është i ndihshëm, atëherë kemi krema me faktor mbrojtës që janë allergy protect, kështu që krema me faktor mbrojtës nuk them që ka ndonjë efekt anësor përveç që ka efekteve të mira. Çfarë këshille kishe bë krejt personave të cilët nuk e përdorin këtë kremë? Të fillojnë sa më parë të përdorin, sepse është gjëja më e mirë që mund t'i bëjnë lëkurës tyre. Kujdesi më i mirë ndaj lëkurës është përdorimi i një kreme me faktor mbrojtës. Faleminderit shumë për këto informacione. Faleminderit juve.